Alhamdulillah wa kafa, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al-Mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falendrimin të nësi të akumë i vetëm Allah subhana, ata e losë dhe ati përgjërom që ta lavdroj dhe ta bekoj dërguarin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, familjen, shokët dhe gjithë umetin e ti të përzgjedhur. Të ndohë vëllezër dhe motra. Studimet e njerëzve dhe qasjet e njerëzve në përpjekjet e tyre studimore rreth islamit janë të lloj-llojta. Janë të lloj-llojta në bazë të qasjes, në bazë të këndvështrimit, por në bazë edhe të fokusimit të tyre përkitazi me disa tema ose me disa qendra ose edhe formën se si do thotë e shohin hartën e temave të islamit. Në një prej formave dhe qasjeve shumë të rëndësishme të studimit të islamit është edhe studimi i veçantive të islamit. Studimi i asaj që është e veçantë dhe më theksuar në islam kundrejt të tjerëve. Dhe janë dy domethënie që kisha pasur dëshirë t'i nënvizoja sonte përkitazi me ligjëratën që mendojmë ta shtjellojmë sonte me lejen e Allah subhanahu wa taala. Janë dy domethënie që përbëjnë veçantitë të islamit, por që në saj të këtyre veçantive realisht do t'i kishim kuptuar shumë adhurime dhe shumë aspekte të fesë besojmë më ndryshe, më saktë edhe më plot. Saktësisht kam fjalën për universalitetin e islamit dhe njëjtësinë e muslimanëve në adhurime. Saktësisht ekziston një qasje universale e islamit, ekziston një vlerë universale e islamit, që islami nuk izolohet në gjuhë, nuk izolohet në kombe dhe nuk izolohet në gjeografi. Dhe rrjedhimisht ne e gjojmë muslimanin nga vise, nga më të largëta, i përket të njëjtave vlera, të njëjtave prioriteteve dhe i përket të njëjtës qasje, të njëjtës mendësi në konceptin e adhurimit, në konceptin e përpjekjes për t'ju afruar Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo pastaj e ka edhe një vlerë që është si motor e kësaj, është njëjtësia e muslimanëve në adhurime. Në kuptimin që nuk përcaktohen adhurimet në fenë Allah subhanahu wa taala në ndonjë bazë përjashtuese. Nuk bazohen, nuk përcaktohen adhurimet në islam në një bazë përjashtuese. Nuk veçohet dikush kundrejt të tjerëve për të pasur një privilegj për t'ju afruar Allahut duke u privuar të tjerë. Dhe kjo në parim do thotë të përgjithshëm. Kështu që edhe krahas kësaj që ka të bëjë me veçantinë e islamit në përgjithësi, që u përmend aspekti i universalitetit të islamit dhe i njëjtësisë së muslimanëve në adhurimet e tyre ndaj Allahut subhanahu wa taala, ekzistojnë disa studime që pastaj fokusohen adhurimit në islam për të parë do thotë natyrën e adhurimeve, për të parë atë logjikën kushtimisht ose filozofinë e adhurimeve në islam. Dhe këto studime pastaj janë të lloj-llojta. Studime që i qasën një aspekti kundrejt tjetrit ose fokusohen për të zbërthyer objektivat e një adhurimi e kështu me radhë. Ekziston një lloj studimi që neve do të përpiqemi ta vërtetojmë nëpërmjet kësaj ligjërate, po që duhet sidomos në Ramazan ta kemi më të gjallë këtë qasje, ta kemi më të gjallë këtë formë të zbërthimit ose qasjes në raport me adhurimin. Ajo që nëse kishim pasur të drejtë ta quajmë, mundshmëria e rritjes së cilësisë dhe shpërblimeve të një adhurimi. Mundshmëria e rritjes ose probabiliteti i rritjes së cilësisë dhe shpërblimeve të një adhurimi. Ekziston një dukuri në adhurimet në fenë Allah subhanahu wa taala, ku çdo vepër në vetvete ngërthen edhe vepra të tjera. Ku çdo ibadet në vetvete ngërthen edhe ibadetet e tjera. Çdo adhurim ngërthen në vetvete elemente ose në tërësi edhe adhurime të tjera. Dhe kjo është formë prej formave të rritjes ose formë prej formave të shfaqjes së mundshmërisë së rritjes së cilësisë dhe shpërblimit të atij adhurimi. Për shembull, kur e bën dikush haxhin, haxhi është adhurimi kryesor, por përmbrana këtij adhurimi ekziston adhurimi i lutjes, ekziston adhurimi i dhikrit, ekziston adhurimi i abdestit e kështu me radhë. Realisht ne për fjalë bie e dim që duhet marrim abdes për të falur namazin, për të lexuar Kur'an, mirëpo e mësojmë që realisht marrim abdes edhe për të kryer tavafin. Çka i bie kjo? I bie që ritualet e haxhit si adhurime ngërthejnë në vete edhe do thot adhurimet e tjera. Dhe sa më shumë që ka adhurime, përmbrana një adhurimi shtohet mundshmëria e rritjes së cilësisë së atij adhurimi dhe rritjes së shpërblimeve të atij adhurimi. Dhe parimisht, është parimi i përgjithshëm, sikurse ka përmendur Ibn Qayyimi dhe të tjerë nga autorët klasik, që parimisht
çdo lloj adhurimit i rritet vlera nëse shtohet në atë adhurim, do thotë dhikri, përmendja Allah subhanahu wa taala. Nëse duam haxh më të shpërblyer, duhet të bëjmë më shumë dhikr gjatë haxhit. Nëse duam agjerim më cilësor dhe më të shpërblyer, duhet të bëjmë më shumë dhikr gjatë agjerimit. Pra, vlen si parim i përgjithshëm që çdo adhurimi, nëse i shtohet dhikri, atij adhurimi i shtohet cilësia dhe mundshmëria më e madhe për shpërblime. Dhe ky parim parimisht vlen, do thotë, në bazë vlen edhe për namazin. Mirë po. Sonte do të trajtojmë një adhurim që kur bashkë dyzohet ose kur shtohet tek namazit ja shton vlerën si asnjë adhurim tjetër. Është një adhurim, është një vepër, është një përpjekje për t'u afruar Allahut subhanahu wa taala, që ajo kur i shtohet namazit ose kur namazi ka më të theksuar, kur namazi ka më të pranishëm këtë vepër, saktësisht namazi është më me vlerë, është më i shpërblyeshëm, është më i frytshëm. Saktësisht e kemi për fjalën për leximin e Kuranit. Do thotë, kur e kemi namazin me Kuran, kthehemi për ta kuptuar ndoshta më në bazë. Kthehemi tek një vepër që realisht e ka atë që potencuam në fillim, universalitetin po edhe njëjtësinë. I gjithë ummeti, i gjithë komuniteti musliman e fal namazin nëpërmjet Kuranit. Që nga Fatihaja, që është pjesa më thelbësore e validitetit të namazit, do thotë i gjithë ummeti e ka këtë vlerë universale, po e ka edhe këtë njëjtësi, mundësi për t'ju afruar Allah subhanahu wa taala nëpërmjet leximit të Kuranit, saktësisht nëpërmjet leximit të Kuranit ashtu sikurse e ka zbritur Allah subhanahu wa taala. Kështu që pse duhet ne sonte të flasim për namazin me Kuran? Për arsye se ne vetëm se kemi përfunduar ligjëratat me të cilat kanë të bëjnë me namazin, e kemi kuptuar madhështinë dhe kemi kuptuar shumë pjesë të aspektit të vlerës dhe të domosdoshmërisë së pranisë së këtij adhurimi në jetën tonë. Dhe tani nëse fillojmë temi më konkret me shembulltyrat e përkushtimit në namaz, shembulltyra kryesore, shembulltyra më e pandashme që duhet ta kemi në konsiderat. Nëse duam të kemi një model të veçantë të namazit, është pikërisht sa më shumë Kuran të kënduar, sa më namaz të frytshëm kemi falur. Saktësisht, sa më shumë Kuran që këndojmë teksa falemi, qoftë gjatë farzëve, qoftë gjatë nafileve, e në veçanti gjatë namazit të natës, sa më namaz të frytshëm kemi arritur të falim, saktësisht kemi qenë më me fat për të pasur namazin sa më të frytshëm. Kështu që në ligjëratat e mëtejshme ne do të tregojmë edhe forma të tjera të përkushtimit gjatë namazit. Mirë po, besoj që piknisja kryesore e ndryshimit tonë në raport me përkushtimin tonë ndaj namazit ka të bëjë me këtë pjesë. Pjesën që ta ngrisim cilësinë e namazit duke e ngritur cilësinë edhe praninë e Kuranit në namazin tonë. Kështu që pyetja bazë e kësaj ligjërate është pikërisht kjo. Pse ne duhet ta mësojmë Kuranin? Pse ne duhet ta mësojmë Kur'anin? Pse duhet të kemi pjesë të memorizuara të Kur'anit? Pse duhet të dimë pjesë nga Kur'ani? Pse duhet të dimë të lexojmë Kur'an? Mes tjerash, patjetër që duhet të mësojmë Kur'an, patjetër që duhet të kemi pjesë të memorizuara të Kur'anit në mënyrë që ato t'i këndojmë në namaz, në mënyrë që ato t'i recitojmë gjatë namazit. Si dhe pyetja tjetër, si të arrisim vlerën e namazit tonë? Pyetja e dytë e bazë e shtjellimit, ka të bëjë mes tjerash që t'i arrisim vlerën e namazit duke kënduar Kur'an dhe pyetja e tretë si bazë e shtjellimit është si ta sforcojmë përkushtimin tonë në namaz e që kjo vetë u tha duke shtuar këndimin e Kuranit. Kështu që ne trajtuam në ligjëratën e mëparshme namazin e natës. Nëse ne falim namazin e natës pa ndonjë shpirt, pa ndonjë përkushtim, pa ndonjë do thotë thellim, ai e ka frytshmërinë, mirë po e ka shumë simbolike. Ndërkaq, nëse duam që këtë namaz të natës, nëse duam këto namazet të taravis, nëse duam namazet në thellësitë e natës, në brendësitë e shtëpive tona, ku dëshirojmë të shpërfaqim përkushtim për Allahun subhanahu wa taala. Nëse duam namazi jon i natës të jetë një ngjarje e veçantë e fetarisë, atëherë duhet ta plotësojmë temën e namazit të natës me temën e sonte. Saktësisht, ai që dëshiron përkushtimin e namazit të natës duhet të jetë i përkushtuar ndaj Kuranit. Këto dyja shkojnë bashkë. Këto dyja nuk ndahen dhe sa herë që
janë fuqishëm do thot pranë njëri tjetrës, realisht do thot fetaria është në një kurs tjetër. Kështu që pse ta mësojmë Kur'anin, mes tjera është që ta këndojmë në namaz. Shënon Imam Buhariu nga Abdullah ibn Umeri se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk ka zili të lejuar përveç se në dy raste. Një njeri të cilit Allahu i ka dhuruar Kur'anin dhe ai reciton atë gjatë natës dhe ditës. Dhe një njeri të cilit Allahu i ka dhënë pasuri dhe ai e shpenzon atë gjatë natës dhe ditës për hir të Allahut. Do thot parimisht zilia është e urryer, parimisht zilia është e refuzuar. Mirpo zilia në kuptimin e lakmis, për të marrë lakmi, për të marrë model, për të parë do thot dy shembuj si shembuj që ne duhet t'i kemi, do thot zili kushtimisht thënë, janë ai i cili ka Kur'an në jetën e tij. Do thot e ka mësuar Kur'anin dhe atë Kur'an e lexon ditën edhe natën. Kur i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam na thot këtë fjali, e lexon ditë e natë, na e jep një domethënie që e kemi edhe në gjuhën shqipe kur dëshirojmë të pohojmë një lidhje të rregullt, një lidhje të veçantë. Në këtë rast bëhet fjalë një lidhje rregullt dhe veçantë e namazit me Kur'an. Kështu që i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam vetëm na porosit që ai që është shembull, është ai i cili ka Kur'anin dhe e lexon në namaz. Dhe ai i cili fal namaz natë, dhe mirë po faljen e namazit të natës e ka të mbushur dhe të begat me leximin e Kur'anit. Sigurisht e shënon Imam Ahmedi Sharbani vlerëson që hadithi ose nga Abdullah ibn Amri, i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojnë për robën në ditën e Kiametit. Lutë Allahu subhanahu wa taala çdo vepër tonë të mirë të na pranoj dhe të na mundsoj ndërmjetësimin e veprave të mira. Thotë, agjërimi dhe Kur'ani do të ndërmjetësojë për robën në ditën e Kiametit. Agjërimi do të thotë, o Zot, unë e pengova atë nga ushqimi dhe nga dëshirat e ditës. Dhe kjo për ne është e qartë se cilat ishin dëshirat dhe do thot pengesë, ajo që na pengonte do thot agjërimi gjatë ditës. Prandaj thot, o Zot, më lejo që të ndërmjetësoj për ta. Dhe pastaj Kurani do të thot, o Zot, unë e pengova atë nga gjumi gjatë natës, prandaj më lejo të ndërmjetësoj për ta. I dua Allahu sallallahu alaihi wasallam thot, atëherë u pranohet ndërmjetësimi. Vini rreth ky hadith i të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam se si po përmendet tek çështja e leximit të Kuranit, pengimi i gjumit. Realisht, njeriu lexon edhe në kohë të tjera, mirë po kush po e bën të veçantë që të vi Kuranin ditën e gjykimit si ndërmjetësues, po vjen pikërisht kjo gjallëria e natës gjatë faljes së namazit të natës duke e lexuar Kuranin. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e kuptu të kuptojmë në këtë hadith që namazi i natës, saktësisht përkushtimi në namaz të natës duke lexuar Kur'anin, e bën ngjarjen më të madhe të namazit, po edhe ngjarjen më të madhe të leximit të Kur'anit. Nëse dikush ka memorizuar Kur'anin ose ka mësuar leximin e Kur'anit, ose dikush e ka një pjesë, një kohë ditore të leximit të Kur'anit, me dëmës nëse dëshiron një arritje kaq madhe që Kur'ani të ndërmjetësoj, duhet një pjesë ta lë natën. Duhet një pjesë ta lë për namaz të natës. Dhe rrjedhimisht kushdo që e ka begatuar Allahu subhanahu wa taala që të falet natën, duhet që të ketë një pjesë të Kuranit që e inkuadron në namazin e tij të natës. Kështu që namazi i natës i vlerësohet nëpërmjet leximit të Kuranit dhe leximi i Kuranit vlerësohet nëpërmjet namazit të natës në një raport të ndërsjellë. Sigurisht në këtë hadith e gjejmë edhe një të vërtetë. Kjo që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po tregon që do thotë agjëruesi do thotë agjërimi ndërmjetëson për agjëruesin. Në të vërtetë agjëruesi lexon edhe ditën Kur'an. Mirë po veçohet në një vepër të veçantë si lloji i dytë, për arsye të faktit që lexuesi i Kuranit lexon gjatë Ramazanit dhe jashtë Ramazanit, po në Ramazan ai ngjallon më së shumti do thotë natën nëpërmjet domethënë leximit të Kuranit. Ndaj Allah subhanahu wa taala e ka veçuar leximin e natës, leximin e Kuranit që bëhet natën e ka veçuar në përgjithësi në Kuran dhe këtë e gjejmë domethënë qartazën si në Kuran po edhe në sunetin e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sikur që e gjejmë kur Allah subhanahu wa taala porosit të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alajhi wasallam për namaz të natës në surën Al-Muzammil, mes të tjerash e porosit për të zgjuar natën dhe i thotë sepse zgjuarja natën me të vërtetë vepron më fuqishëm dhe recitimet, shprehjet e Kuranit janë më të kthjellta. Do thotë qetësia e natës, dëbimi i gafletit që trajtuam në gjatë e kaluar dhe aspektet të ndryshme të tjera të përshpejtshmërisë të njeriut gjatë natës bëjnë që namazi i natës efektin ta ketë më të fuqishëm.
zgjuarja natën ta ketë efekt më fuqishëm. Mirë, po edhe në këtë ajet Allah subhanahu wa taala po e përmend shprehjet dhe aspektet e lidhjes me fjalët e Allah subhanahu wa taala si më të fuqishme nëse ndodhin gjatë natës. Kështu që namazi i natës dhe leximi i Kuranit janë dy realitete të pandashme dhe për këtë arsye i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam kur lavdronte shokët e dalluar të tij për Kur'an, mes tjerash i lavdronte për një karakteristikë që ata nuk e braktisnin namazin e natës. Saktësisht nuk e braktisnin namazin e natës me shumë këndim të Kuranit. Sikurse e shënon Imam Nesaiu, Sheikh Shoaib thotë që hadithi është sahih nga Asa ibn Yazidi se dikush e kishte përmendur një sahabi të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, Shurej al-Khadramiun tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam dhe kishte thënë e kishte lavdruar, pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam kishte folur me vlerësim për të duke thënë ai është një burr që nuk e ka marrë Kur'anin për jashtëk. Ai është një burr që nuk e ka marrë Kur'anin për jashtëk. Saktësisht, sikur se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na thotë nëse e ke mësuar Kur'anin për çka e ke mësuar. Nëse e di leximin e Kuranit, pse e di leximin e Kuranit? Nëse ke mësuar pjesë përmendesh të Kuranit, pse e ke mësuar ato? Nëse si ke mësuar për të falur natën, nëse si ke mësuar për të kënduar ato gjatë namazit, pse e ke mësuar? Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e lavdëron këtë sahabi të nderuar pikërisht për këtë vlerë. Ai nuk e ka marrë Kuranin për jashtëk, nuk e ka marrë Kuranin thjesht për ta pasur në zemër, po mirë po për të mos reflektuar kjo prani e Kuranit në zemrën e tij në namazin e natës. Kështu që kjo lavdërate të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam një herë na nxjerr si rregull që robi mirëfillt në raportin e tij me fjalën e Allahut subhanahu wa taala është ai i cili pikërisht këtë Kur'an e ka përcaktuar në orarët e tij edhe të namazit të natës. Ndaj përkushtimi namaz nuk shkon edhe nuk përshtatet me braktisjen e Kur'anit. Domthonë nuk është e kapshme, nuk është e pritshme, nuk është do thotë e logjikshme të jesh i përkushtuar ndaj namazit dhe të jesh përfillës ndaj Kuranit. Sikurse është edhe raporti i reciprok, nuk është e kapshme, logjikshme dhe pranueshme të jesh i përkushtuar ndaj Kuranit dhe të mos jesh i përkushtuar ndaj namazit. Për arsye vlera më e madhe e namazit duhet jetë ajo që e ka përcaktuar realisht dhe vlerën më të madhe të promovuesit, më të madhe të vlerave që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht e shënon Imam Muslimi fi Sa'd ibn Hisham ibn Amir që ka ardhur dhe ka pyetur Aishën radhiyallahu anha duke i thënë: "O nëna e besimtarëve." Dhe kjo është një prej formave të novkave se si quhen dhe thirren, do thotë nënat e besimtarëve, saktësisht gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nëna e besimtarëve më trego për moralin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Cili është morali i të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Ma përshkruaj atë. Ajo tha: "A nuk e lexon ti Kur'anin?" A nuk e lexon ti Kur'anin? Ai tha: "Gjithsesi që po." Atëherë Aisha radhiyallahu anha i tha: "Me të vërtetë morali i profetit të Allahut ishte Kur'ani." Do thotë tek ky profet ishin mishëruar vlerat e Kuranit, domethënjet e Kuranit dhe ajetet e Kuranit. Dhe rrjedhimisht ai përbënte një përkthem dhe përbënte një jetësim praktik të Kuranit. Kështu që ai i cili jeton me Kuran, ai i cili mishërohet me vlerat dhe domethënjet kuranore, ai do e mos këtë përkushtim dhe Allah subhanahu wa taala do ta ketë nëpërmjet sforcimit të fetarisë së tij me Kur'anin. Dhe nëse sforcimi i fetarisë ndodh nëpërmjet Kur'anit, atëherë do e mos që qendra e fetarisë, që është namazi, do e mos që duhet sforcohet nëpërmjet leximit të Kur'anit. Ndaj ky profet sallallahu alaihi wasallam, sa herë që i është shtuar Kur'ani në jetën e tij, atij i janë shtuar reflektimet dhe veprat. Sikurse e shënon Imam Buhariu në Muslimin nga Abdullah ibn Abbasi, se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, thot Abdullah ibn Abbasi, thot i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, thot ishte njeriu më bujar, ishte njeriu më zemërgjër, thot dhe ishte edhe më bujar në Ramazan kur e takonte Xhibrilin. Kjo që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam po është më bujar në Ramazan, apo ndodh shkaku i agjerimit, apo ndonjë shkak tjetër? Abdullah ibn Abbasi na tregon, thot, ai e takonte atë çdo natë të Ramazanit, jo ditën, po çdo natë të Ramazanit dhe së bashku studionin Kur'anin. Vërtet, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte më bujar në të mira se sa era e fuqishme, era e shpejtë. Kështu që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ky profet i cili po i vinte shpallja, ky profet i cili e pranonte shpalljen, ky profet që gjithë misioni i tij ishte kumtimi i kësaj shpallje që ishte Kurani dhe me të edhe suneti i tij. Ky profet po ndryshon dhe po reflekton dhe kjo po përkthehet në vepra kur po shtohet Kurani në jetën e tij. Kur po shton,
kur po shtohet Kurani në jetën e tij. Kështu që nëse të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam në netët e Ramazanit, takimi me Xhibrilin dhe studimi i Kuranit, kjo ngjarje po përkthehet pastaj tek sahabët dhe po e vën re që ai po është më bujar, ai po është edhe më zemërgjar, po bën edhe më shumë vepra dhe po reflekton edhe më shumë sallallahu alaihi wasallam. Kjo tregon që Kurani është mrekullia e ndryshimit. Kështu që nëse namazet e tona akoma nuk janë ato namazet që duhet ta bëjnë ndryshimin e madh, ose nëse fetaria jonë akoma është një fetari simbolike që nuk po bën ndonjë ndryshim të madh, pikërisht është një thirrje që të reflektojmë për të ndryshuar këtë kurs të fetarisë nëpërmjet shtimit të Kuranit në përkushtimin tonë dhe në adhurimet e tona. Kështu që mjafton një ajet për të ndryshuar shumë. Mund të mjaftoj vetëm një ajet, mund të mjaftoj vetëm një sure, mund të mjaftoj vetëm një përjetim i fjalës së Allahut subhanahu wa taala për ndryshuar shumë. Sikurse që është rasti që i ka ndodhur Xhubeiri ibn Mut'imit radhiyallahu anhu në ditët që akoma ka qenë i dhujtar. Sikurse e shënon Imam Buhariu nga vetë Xhubeiri ibn Mut'im që thotë kom shkuar tek i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam për të deleguar për robërit e luftës, dhe thotë i kam gjetur teksa kishin qenë duke farë namazin e akşamit. Dhe i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka qenë imam duke u prirë njerëzve dhe ka qenë duke lexuar surën At-Tur, dhe thot Xhubeiri që ato ditë akoma ka qenë jo musliman, thot derisa ka arritur te këto ajete ku thot Allah subhana, a mos vallë ata janë krijuar pa krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes? Kjo është sfidim për çdo njeri. Çdo njeri i cili ka dyshime tek krijuesi ose ka dyshime tek filozofia e ekzistencës, thot a mos vallë ata janë krijuar pa krijues, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë ata kanë krijuar qiellin dhe tokën? Jo, por ata nuk duan të besojnë. Thjesht ata e shohin këtë vërtet, mirë po nuk duan të besojnë. Thot Allah subhanahu wa taala pastaj në vazhdim, thot vallë, a mos në ta është thesari i Zotit tënd, apo mos vallë ata sundojnë? Thot Xhubeiri, thot kur i dëgjova këto ajete, thot zemra veç çka nuk më doli prej vende. Ky moment i përjetimit, ky moment i shpurjes së zemrës së Xhubeirit nëpërmjet këtyre ajeteve kuranore është një moment që mund të na përsëritet edhe neve. Mund të jetë një moment që ne realisht do thotë ta përjetojmë një fjalë të Allahut subhanahu wa taala, ta përjetojmë një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrjedhimisht do thotë të kemi një qasje tjetër, të kemi një fillimtri dhe të kemi një fetari tjetër do thotë me lenin Allahu subhanahu wa taala. Dhe këtu është një vërejtje që shumë njerëz nuk mund ta mbajnë pas Ramazanit përkushtimin dhe disponimin e Ramazanit, pikërisht sepse pas Ramazanit ju dobësohet lidhja me Kur'anin. Pikërisht shkaku që u dobësohet lidhja me Kur'anin dhe rrjedhimisht pastaj dobësohet edhe lidhja e përgjithshme fetare. Në kuptimin që nuk duhet që të shihet Ramazani si mundësi e përjetimit një mujor që është i papërsëritshëm. Do thotë kjo që na e përjetojmë gjatë Ramazanit mund ta përjetojmë në çdo muaj. Saktësisht ne atë që mund të arrijmë prej përshpejtshmërisë dhe përjetimit të thellë shpirtëror gjatë muajit të Ramazan, ajo mund të na shoqërojë gjatë gjithë vitit nëse e realizojmë të njëjtën formulë, që është formula e devotshmërisë, formula e përkushtimit, e në veçantë formula e namazit të natës me shumë Kur'an. Ndaj në shembullin e profetit sallallahu alajhi wasallam që e kishte pasur Kur'anin vlerë të mishëruar të jetës së tij fetare, duke lexuar, duke medituar, duke jetuar me të, saktësisht në këtë shembull kanë vazhduar pastaj edhe shoqënia e tij, sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe brezat tutje, që namazin e natës e kanë gjallëruar do thotë me Kur'an. Namazin e natës e kanë gjallëruar me Kur'an. Për këtë arsye për shembull e gjejmë që Allahu sallallahu alaihi wasallam, sikur se ka ardhur me një hadith, kur ka pasur udhëtime me shoqërinë e tij, me shokët e tij në ekspedicione apo udhëtime të tjera, i kanë ndarë shoqërinë e tij dhe komunitetin e tij e kanë ndarë në bazë të fisë dhe në bazë të familjeve që të rrinë bashkërisht në tendat e tyre gjatë natës dhe errësirës. E shënon Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abu Musa al-Ash'ariu, e që në këtë rast Abu Musa al-Ash'ariu është një protagonist i ngjarjes teksa e transmeton këtë hadith. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë kësaj, thotë unë e njoh zërin e turmës së fisit të Ash'arinjeve, kur ata recitojnë Kur'anin natën kur hyjnë nëpër tendat e tyre, kur hyjnë nëpër vendbanimet e tyre. Thotë dhe i njoh shtëpitë e tyre nga zërat e tyre me Kur'anin gjatë natës, edhe pse nuk i kam parë shtëpitë e tyre kur vendosen gjatë ditës. Ky hadithi të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam na tregon që
ky fis e pas kësh pasur do thotë praktik të rregullt kohën kur janë zgjuar natën për të falur dhe për të lexuar Kur'an. Mirë po praktik e rregullt e 1 apo 2 veta apo e 1 turme. Realisht ka qenë vlerë konsensuale familjes, ka qenë vlerë konsensuale e fisit të tyre dhe rrjedhimisht i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam edhe pse ditën nuk u adinte do thotë vendet dhe tendat dhe shtëpitë ku ishin vendosur gjatë këtij rrugtimit të përbashkët si komunitet, thotë arrita, thotë i dua Allahu sallallahu alaihi wasallam, sigur na thotë kam arritur të njoh dhe të di ku janë në bazë të përkushtimit të tyre, nga që kanë pasur diçka që i ka dalluar kundrejt të tjerëve, ose kanë qenë më shumë në zë, kuptimin që më shumë zëra kanë kënduar dhe rrjedhimisht është marrë vesh që nga kjo anë po vinë zërat e këtij visi, ose kanë pasur zëra më të bukur e kështu me radhë. Mirë po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtu po e dëshiron që na i tregojë një vlerë. Do thotë po na tregon që realisht domethënë njerëzit janë të lavdruar kur e kthejnë një vlerë në vlerë të rregullt, jo një vlerë simbolike ose një vlerë periodike. Mirë po një vlerë do thotë e rregull dhe ky është shembulli që ne duhet të ndjekim këto net të teravive, këto net të përkushtimit të na bëjnë që të vendosim që namazin e natës, namazin me përkushtim, namazin me më shumë Kur'an, ta kemi do thotë të pranishëm do thotë gjithë vitin dhe jo vetëm në një periudhë të caktuar. Kështu që gjeneratat e të parëve tonë të mirë, saktësisht sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ishin gjenerata që e kishin kuptuar mirë këtë hadith, e që ky hadith është bazë për domethënien që e tham më herët, që realisht Kurani dhe namazi janë në një raport reciprok dhe një lidhje të pandashme. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam, një hadith që shënon Muslimi nga Abdullah ibn Umeri, i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur muslimani mëson Kuranin dhe e lexon atë natën dhe ditën, nuk do të harrojë atë. Ndërkaq nëse nuk falet natën me të, do të harrojë. Nëse muslimani mëson diçka për Kuranit dhe nuk falet natën me të, do të harrojë. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam sikurse na jep një domethënie. Për çfarë motive e ke mësuar Kuranin? Për çfarë motive e di leximin e Kuranit? E di me motive për të harruar, e di me motive për ta lënë anësh, e di me motive për ta shpërfillur, apo e di me motiv të përkushtimit për Allahun subhanahu wa taala. Nëse synimi dhe motivi është përpjekja për t'u afruar Allahut subhanahu wa taala, atëherë ky synim dhe ky motiv duhet të ruhet nëpërmjet namazit të natës. Dhe kjo është një porosi e drejtë për drejtë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e që me këtë porosi ishte ndërtuar edhe shoqëria e parë që namazin po se po ta falim, po se po të përkushtohemi, mirë po duke i shtuar vlerën namazit nëpërmjet leximit të Kuranit. Ndaj sahabët dhe të parët tonë të mirë e kishin ndërtuar si vlera konsensuale të përkushtimit si shoqëri do thotë me namaz. Sigurisht e shënon dhe e përmend saktësisht e transmeton Abu Zinadi, thotë dilja në kohë të syfyrit për në xhaminë e Profetit sallallahu alajhi wasallam në kohën e tij, thotë dhe nuk kaloja pranë një shtëpie, vetëse dëgjoj dikush duke kënduar Kur'an. Do thotë kudo që kaloja pranë një shtëpie muslimane në kohën e syfyrit, vetëse dëgjoj dikush duke kënduar Kur'an. Do thotë ajo kishte kaluar në një vlerë konsensuale, do thotë e shoqënisë, sepse ishte vlerë e gjithë atyre të cilët synonin zbutjen e zemrave të tyre. Ishte vlerë e gjithë atyre që synonin zbutjen dhe përmirësimin dhe shërimin e zemrave të tyre, sikurse dikush prej parëve tonë të mirë kishte thënë, adhuruesit, ibadetxhinjt, njerëz të përkushtuar në adhurim, nuk kanë shijuar asgjë më të ëmbël dhe zemrat e tyre nuk janë ngritur më lart se sa me zërin e bukur të Kuranit. Sa herë që e përjeton Kuranin, ti e ke një ngritje dhe një shijim të veçantë të fetarizës të adhurimit. Pastaj ka thënë, çdo zemër që nuk ndikohet nga një zë i bukur me Kur'an është një zemër e vdekur, si dhe çdo sy që nuk leton nga një zë i bukur me Kur'an është një sy i pakujdesshëm, ghafil ose i hutuar. Kështu që kjo do të thënia që të mosim zemrat e tona dhe të mosim raportin ton fetar nëpërmjet Kuranit është një domethënie shumë thelbësore në fetari, ndaj për ta provokuar këtë motje dhe për ta realizuar këtë test dhe për ta realizuar këtë objektiv të zbutjes së zemrës, e gjejmë një praktikë të parë tonë të mirë që ishte ajo që quhet përsëritja e një ajetit për kohë të gjata gjatë natës. Përsëritja e një ajetit për kohë të gjata gjatë natës. Sikurse Mesruku tregon që një burr nga Meka i ka thënë kësaj, thotë, i ka treguar për vendin kur është falur Temim ad-Dari,
edhe pastaj ka shkuar për ta përcjellur dhe thot e kom parë gjithë natën duke falur namaz nate, mirë po duke lexuar vetëm një ajet, duke u përkulur dhe duke u përulur, e duke qarë, mirë po për herë duke përsëritur vetëm një ajet, ku thot Allahu subhana, a mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do të shpëtojnë, sa gabim që gjykojnë. Dhe thot ky ajet e ka prekur zemrën e tij dhe ka përsëritur në vazhdimsi derisa ti mbillet fuqishëm në zemër dhe të rrënjoset fort në zemër rreziku i veprave të këqija, rreziku i mëkateve dhe ka përsëritur tërë natën, a mos mendojnë ata që bëjnë vepra të këqija se do të shpëtojnë, sa gabim që gjykojnë. Ose Harun ibn Rabi ibn Riab al-Asadi tregohet edhe përcillet se ka falur namaz natë dhe gjatë namazit të natës e ka përsëritur për kohë të gjatë ajetin kuranor ku do të thuhet në ditën e gjykimit, ata të cilët do të ndëshkohen, do të thonë, as sikur të na ktheheshin mundësitë dhe të mos i mohonim shpalljet e Zotit ton e të bëheshim besimtar. Thot ai çante vazhdimisht dhe qëndronte gjithë natën duke recituar, mirë po thot kur ngrihej për të falur, ngrihej me gëzim. Sepse gëzoi për arsye se e dinte që një namaz i natës ku këto ajete lënë gjurmë në zemër, nënkupton një fillim të ri në raportet me Allahun subhanahu wa taala. Muqatil ibn Hayyan thot kom falë thot namaz pas Omer ibn Abdulazizit dhe thot e kom parë se si ai përsëriste atë shumë vazhdimisht dhe nuk arrinte ta tejkalonte ajetin në surën Safat ku Allahu subhanahu wa taala thot ndalni ata se ata do të merren në përgjithësi. Ndalni ata se ata do të merren në përgjithësi. Dhe kjo nëse vetëm sonte do ta kishim përsëritur për disa herë këtë rresht, këtë varr kuranor, gjithsesi do të na shtohej përjetimi për ta kuptuar që fetaria nuk është një kërkesë do si do. Përkushtimi ndaj Allahut subhanahu wa taala nuk është një vepër shkeleshko, po është një diçka që duhet të kemi në konsiderat që ka përgjegjësi në ditën e gjykimit. Dhe Allahu subhanahu wa taala do të thotë ndalni njerëzit. Ndalni ata se do të merren në përgjegjësi, do të merren në përgjegjësi sa kanë adhuruar Allahun, si e kanë adhuruar Allahun, sa kanë qenë përkushtuar ndaj Allahut, si kanë qenë në raport me mëkatet e kështu me radhë. Yahya ibn Abdurrahman tregon që thotë e ka dëgjuar Said ibn Jubairin duke e përsëritur këtë ajet deri në agim, e Said ibn Jubairi ka qenë prej imamëve të mirë, e që e keni konsiderat ky përjetim dhe ky reflektim ka të bëjë edhe me modestinë, edhe me shpirtbardhësinë e tyre, thotë e kam dëgjuar Said ibn Jubairin duke përsëritur tërë natën ajetin kuranor ku thotë Allah subhanahu sot ndahuni ju o kriminal. Do thotë rrini anësh dhe ndahuni se nuk do të jeni në turmën e njerëzve të mirë, ndahuni anësh o kriminal. Sikurse dikush nga të parët tonë të mirë tregon që një herë pas kështjen tek Hasan al-Basriu e pas ka shoqëruar dhe pastaj ka parë kur ka momenti i namazit të natës dhe thotë e pash duke u falur natën dhe thot e zgjati shumë namazin e natës, mirë po tërë natën thot e përsëritë vetëm një ajet ku thot Allah subhanahu, edhe sikur ti numëronit begatit Allahut nuk do të mund t'i përfshini të gjitha ju ato. E pastaj nga habia se si një adhurues kësaj tërë natën e përsërit këtë ajet, edhe sikur të numëronit begatit Allahut nuk do të mund t'i përfshini të gjitha. Në mëngjes i kanë thënë pse gjithë natën e përsërit këtë ajet. Ai ka thënë kësaj, në këtë ajet ka shumë për të marrë mësim. Në këtë ajet ka shumë për të marrë mësim. Çdo herë që hapim ose mbyllim syt, do të mbi ne bien mirësi. Dhe ato që nuk i dim janë më të shumta se ato që i dim. Do thotë ato të mira që Allah na ka begatuar me to, e që si dim fare ose i kemi nxjerr nga mendja, janë edhe më shumë nga ato që ne realisht i numërojmë, realisht i llogarisim si do thotë begati. Ndaj dikush prej të parëve të mund të mirë tregon një shembulltyr për kitazi me këtë pjesë të përsëritjes së një ajeti, thotë një natë, thotë e falja namazin e Yasis në Çabe dhe thotë pastaj qëndrova aty për kohë të gjatë. Pastaj thotë dola nga xhamia dhe gjersa esja thotë e pash një burr duke falur namaz dhe duke përsëritur këtë ajet. Ku thotë Allah subhanahu, a mendojnë ata se ne nuk e dëgjojmë të fshehtën dhe bisedat e tyre të ngadalta? Dhe përsëriste atë shumë, thotë sa nuk ndale dhe pastaj thotë çante. Thotë qëndrova duke dëgjuar për një kohë të gjatë, pastaj thotë shkova në shtëpi dhe bëra gjumë. Thotë në fund të natës shkova sërish thotë në xhami dhe gjeta të njëjtin burr në këmbë duke përsëritur të njëjtin ajet dhe duke qarë. Kur pash se agimi thotë po afroi, ai tha: "Po, dhe të dërguarit ton janë të ata dhe shkruajnë." E ka përsëritur pastaj ajetin tjetër që pohon që Allah subhanahu wa taala është në dijeni të plot për gjithçka dhe çfarë bëjmë dhe të gjithë këto Allah subhanahu wa taala i shkruan nëpërmjet
engjëve që i ka të ngarkuar me këtë detyrë. Thot ula pranë tij dhe e falëm sabahun së bashku. Thot kur u kthye, thot e pash që kishte qenë Sufjan Thauri. Sufjan Thauri, imami i zohdit, imami i asketizmit, imami i devotshmërisë, e kalon një natë duke përsëritur një ajet që e bën të reflektoj për përgjegjësinë e fjalës, për përgjegjësinë e veprës, për përgjegjësinë e fetarisë së tij. Ibrahim ibn Adham, Allahu mëshiroft, thot kom takuar thot një adhurues për cilin thuaj se nuk flinte natën. Dhe i ka thënë pse nuk flen natën. Ai e ka dhënë një përgjigje që kisha pasur dëshirë të ishte pjesë e reflektimit, po ndoshta edhe bashkëbisedimit tuaj mes vete. Ai ka thënë mrekullitë e Kuranit nuk më lejojnë të flej. Ato mrekulli, ato horizonte të jashtëzakonshme, ato mundësi të jashtëzakonshme për ta sforcuar lidhjen e fuqishme me Allahun subhanahu wa taala nëpërmjet Kuranit, thot ato nuk më lën të flej, sepse ato janë mundësia më e madhe, më e mirë për të hapur zemrën, për t'ju afruar Allahut subhanahu wa taala. Ndaj për fund dikush prej parëve tanë të mirë kishte thënë kësaj. Teksa është pyetur kush është shoqëruesi yt më i mirë që të përmbush e ta largon vetminë dhe mërzinë. Kush është shoqëruesi yt më i mirë që të përmbush e të largon vetminë dhe mërzinë e natës, të ditës, të ditëve me çfarë do lloj rrethone, me çfarë do lloj kushte. Ai e kishte zgjatur dorën ka Musafi dhe e kishte marrë. Dhe kishte thënë ky është shoqëruesi im më i mirë. Ky është shoqëruesi im më i mirë që ma përmbush zemrën dhe ma largon vetminë dhe ma largon mërzinë. Ndaj, jo rastësisht, këtë domethënie e gjejmë edhe tek lutja profetike që na ka udhëzuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ta bërë këtë lutje për largimin e ankthit dhe të trishtimit. Që keni si lutjen e 37 në radhë tek lutjet e mbrojtjes së muslimanit. Çfarë thuhet në këtë lutje të cilën duhet ta themi kur duam ta largojmë ankthin dhe trishtimin? Në këtë lutje, kjo lutje qëndron kësaj. Ne i lutemi Allahut dhe themi: O Allah, unë jam robi yt, i biri i robit tënd, i biri i robreshës tënde. Qenja ime është në dorën tënde. Vendimi yt mbi mua sigurisht që do ndodh. Të drejta janë gjitha caktimet e tua për mua. Po drejtohem me gjithë emrat e tu me cilat e ke mërtuar veten, apo cilat i ke shpallur në librin tënd, apo cilat ja ke mësuar ndonjë prej krijesave të tua, apo cilat i ke ruajtur në dijen tënde të fshehtë. Dhe tani fillon e kërkesa, që ta bësh Kur'anin pranverë të zemrës sime. Që ta bësh Kur'anin pranverë të zemrës sime. Dritë të gjoksit tim, largues të trishtimit tim dhe heqës të ankthit tim. Kjo pikërisht është përmbledhja e gjithë kësaj domethënie që u përpoqëm ta shpjegojmë, që Kurani është pranvera e çdo pjesë të fetarisë. Dhe nëse dëshirojmë dhe e kemi konsiderat pranvera si simbolik, çka simbolizon jashtë realitetit të vet, nëse duam një gjendje pranverore, një gjendje parajsore të namazit, atëherë duhet ta shtojmë Kuranin dhe praninë e tij në namazin tonë. Duhet namazin e natës ta mbushim, do thotë, me Kuran. Duhet ta mbushim jetën tonë me Kuran. Kështu që një pjesë e errësirës, e ankthit edhe e trishtimit, edhe e dimrit të fetarisë tonë është pikërisht shkaku që na mungon Kurani në jetën tonë. Kështu që i lutem Allah subhanahu wa taala pikërisht me këtë lutje që ta bëj Kuranin pranverë të zemrave tona, dritë të gjokseve tona, largues të trishtimeve tona dhe heqës të ankthive tona, dhe lut Allahun subhanahu wa taala ta mbush jetën tonë me fjalën e tij dhe ta bëj Kuranin arsye për arsye më të mëdha të faqebarësisë tonë në ditën e gjykimit. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.